A e dini se të gjithë gëzojnë të drejtën e mbrojtjes së shëndetit, mjedisit dhe sigurisë së jetës, mbrojtjes së interesave ekonomik, të drejtën e ankimit, të drejtën për dëm shpërblim, të drejtën për edukim, të drejtën e marrjes së informacionit, të drejtën e përdorimit të shërbimeve publike, të drejtën e mbrojtjes ligjore. Linja për mbrojtjen e konsumatorëve ju vjen në ndihmë. Telefononi falas në numrin 0800 26 26 dhe qendra Alert do të ndjek ankesën tuaj. Shikues të emisionit Alert, mirëmbrëma. Përshëndetjen nga ekrani i Ora News. Do të flasim sot për çështjet e problematikave me produktet shqiptare në eksport, por edhe ato që tregtohen dhe konsumohen në Shqipëri dhe konkretisht fruta perimet. Në fakt, në mënyrë masive që në muajin dhjetor deri sot flitet për çështjet e pesticideve në fruta apo perime, rastet e alerteve nga RASF. Kemi dëgjuar ekspert, zyrtar të ndryshëm të institucioneve publike, të AKMB, Autoritetit Kombëtar të Ushqimit apo Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Kemi dëgjuar dhe lexuar në fakt media të ndryshme të cilët e vënë gishtin ose drejtojnë gishtin mbi ata që konsiderohen fajtor. Në asnjë rast nuk ju kemi dhënë zë në fakt atyre që prodhojnë, tregtojnë, eksportojnë produkte are, pra toke, fruta dhe perime, atyre që importojnë fara, fidan, plera kimike, pesticide e tjera. Dhe në fakt, ky emision u është kushtuar sot këtyre mëkatarëve në thojza të pesticideve, sepse këta i kemi akuzuar gjatë gjithë kohës. Janë shumë raste, në fakt, shumë. Të paktën disa raste në raport këta gjitha grupet e interesit e cilësojnë si numër të vogël raport me numrin e eksporteve të sasisë, pra që eksporton Shqipëria fruta apo perime. Rastet e alertet paktën nga RASF konsiderohen si numër i vogël për ta, pavarësisht se ndoshta ajo për gjithë ne konsiderohet numër i vogël. Do diskutojmë se çfarë ndodh sot në fermë me përdorimin e pesticideve, se çfarë ndodh në eksport, se çfarë ndodh me importin dhe tregtimin e pesticideve ose produktet e mbrojtjes bimëve në Shqipëri. Kam sot në studio zotin Agim Rameta, është kryetar i bordit të AFADA. AFADA është shoqata e tregtarëve shqiptar të plerave kimike dhe agrobiznesit, ku përfshihen edhe pesticidet. Mirëmbrëma, kënaqësi që ju kam në studio. Mirëmbrëma. Kam zotin Fatmir Shero, është drejtuesi i kompanisë Agrokonispoli, eksportues agrumesh, mirë se vini në Alert. Faleminderit. Kënaqësi që ju kam dhe faleminderit edhe për rrugën. Do të kem ndoshta pas pak çastesh, është në linjë direkte në fakt, sepse për shkak të situatave edhe të Ramazanit dhe të Bajramit pas 2 ditësh, ka udhëtuar drejt Kosovës, është zoti Laurat Mulli, që është kryetari i shoqatës së eksportuesve të fruta perimeve. Do ta kem pas pak çastesh, m'falni, në lidhje Skype, ishte duke arritur në shtëpi dhe do të lidhemi edhe me te për të na folur edhe si përfaqësues pra i kësaj industrie, po themi. Zoti Rameta, në fakt po listoj disa raste të alerteve të vitit 2024 dhe atyre të vitit 2025, pra deri sot që flasim, të produkteve të tokës që kanë rezultuar me alert në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Me 12 mars 2025 në Kroaci, mbetje e pesticidit flonicamid në speca nga Shqipëria, me 15 janar mandarina në Lituani me klorpyrifos, me 20 dhjetor një ngarkesë, 2 ngarkesa me 11 dhjetor dhe një ngarkesë me 29 dhjetor nëntor të 2024-s, mandarinat me klorpyrifos në Kroaci, pra 4 raste, dhe një rast me fosmet. 28 nëntor po 2024 në Hungari. Formetante, më korrigjoni me emrat e pesticidit në speca nga Shqipëria,
25 tetor në Sloveni, një tjetër ngarkesë po me fermentante me speca nga Shqipëria, 27 shtator në Sloveni, janë 2024 këto. Pirimi fosmetil dhe fermentante në speca, po speca nga Shqipëria, 17 korrik në Danimark, te kalimi mbetjeve të pesticidit dildrin në karota nga Shqipëria, 12 korrik në Çeki, famoksadone dhe fermentante në specat freskët nga Shqipëria, 10 korrik në Kroaci, fermentante në specat freskët nga Shqipëria, 26 prill po në Kroaci, fermentante në specat të verdhë nga Shqipëria, 22 prill fermentante hidroklorid në speca po nga Shqipëria, është pesticid i ndaluar, 26 mars, metalixil në lakër të freskët nga Shqipëria. Pra, janë disa raste të cilat sigurisht ngre një farë alarmi, qoftë mediatik, qoftë në opinionit publik, qoftë tek konsumatorët. Pse ndodhin gjithë ta, zotëri Ahmeta? Tani ju jeni përfaqësuesi i kësaj industrie në kuptimin e importit dhe tregtimit të pesticideve dhe plerave kimike. Pra, së pari ju falenderoj për këtë emision që ju keni ngritur, dhe është me të vërtet për të qukuar dhe për të parë se si ka ndodhur një veprim i tillë. Tani, siç e dini ju dhe ne të gjithë, që Ministria e Bujqësisë i ka analizuar dhe i ka komentuar të gjitha këto që ju përmendët, por në veçanti unë dhe ato kanë vendosur, dohon diçka që prej ardhe këtyre në vendet që janë të regjistruar dhe si kanë arritur të përdoren tek këto kulturat. Pra, unë sonte duhet t'ju them që shoqata jonë, shoqata Fata, që mban një peshë të madhe tek mbrojtja e bimëve, e cila këto tregtarët importojnë nga vendet e ndryshme të Europës, pesticide të regjistruara. Kuptohet që ta shpjegojnë, pesticidet të regjistruara janë në territorin e Shqipërisë, nëpërmjet Ministrisë së Bujqësisë, të gjithë këto tregtarët kanë regjistruar produktet e tyre bujqësore, që janë pesticidet që quhen PMB, janë dhe plerat kimike. Unë e them me bindje të plotë që të gjithë këto tregtarë që janë në fushën e bujqësisë në territor që përfaqësojnë Shqipërinë, janë të regjistruara mbas të rregullit që ka vendosur Ministria e Bujqësisë. Në lidhje me këto që kanë dalë me mbetje pesticide, janë disa produkte të cilët nuk janë të regjistruar në territorin e Shqipërisë, por ato kanë gjetur mundësitë dhe i kanë spërkatur bimët e tyre. Kjo ka ndodhur për arsye sepse ndoshta nga vështirësitë e tyre që ka pas bimas, kanë gjetë mundësi tjera për të luftuar këtë insekt, dhe mënyra se si kanë ardhur ato, unë nuk mund t'i komentoj për arsye sepse nuk di prej ardhjeve këtyre dhe si janë futur në territorin e Shqipërisë. Por një gjë duhet sqaroj të gjithë fermerët, kudo ku janë, që produktet e regjistruara në territorin e Shqipërisë kanë një etiketë përdorimi, që aty shpjegohet se çfarë ndodh dhe si duhet përdor një pesticid i tillë. Aty janë të shkruar të gjitha dozat e përdorimit, koha e përdorimit, mënyra e përdorimit, mënyra e përgatitjes së produktit për ta hedhur në bimë. Dhe për mua mendoj që fermeri duhet të ketë shumë i vëmendshëm në këtë fushë, pra duhet ta lexoj komplet atë etiketën në shqip të çdo produkti që është regjistruar në territorin e Shqipërisë dhe përdoret tek këto bimët, dhe duhet të marrë sqarime të plota tek specialisti, tek agronomi, sepse ai është kompetenti që mund t'i japë udhëzimet e duhura. Qartë, po jam shumë dakord me atë çfarë thonë ju, dhe në fakt një ndër ose ndoshta problemi kryesor është afati i karencës. Ajo që për ata që ndoshta nuk e kuptojnë është periudha kur hidhet PMB-ja, pesticidit, deri në momentin e vjeljes frutit.
Aja fat që çdo produkt e ka të shënuar në etiketë. Po, unë e shpreh edhe një herë dhe mendoj dhe duhet të jetë një veprim e tillë sepse edhe këto produkte, pesticide që përmendet që kanë lënë mbetje tek këto, kam një bindje se këtu fermerët nuk kanë përdorur fare karencën e tyre. Sepse këto produkte kanë qenë të regjistruar dikur në territorin e Shqipërisë. Por ato janë hequr nga BE-ja dhe ne i kemi hequr. Po, në fakt, por ka shumë raste klorpirifos. Tani nuk çeka një rast sporadik kontrabande, çeka shumë raste. Tani unë mënyrë... Nëse do ishte një prodhim, më fal, në Konispol, do themi, e pas kanë fut një rast nga Greqia. Nëse do ishte në Dibër, e pas kanë fut nga Maqedonia e Veriut. Pra ka në gjithë territorin, në fruta dhe në perime. Tash shpjegimi, askush nuk mund të, në territorin e Shqipërisë, asnjë tregtar ose individ nuk e përgatit do të lloj produkti. Jo, sigurisht. S'ka si të përgatitë. Ose është kontrabande madhe, ose ka dyshim, unë të paktën, që mund të vijë në një produkt tjetër, me një etiket tjetër, por lënda aktive është klorpirifosi. Mund të ndodhë. Kjo edhe mund ndodhë. Unë nuk mund të shprehem sepse nuk di, të them të drejtën, se po të di se si ndodhë një veprim i tillë, unë shprehem, nuk e kam problem, sepse rregullat janë rregulla dhe duhen zbatuar nga të gjithë tregtarët. Dhe besoj që tregtarët e shoqatës Safada veprimet e tilla nuk mendoj që t'i bëjnë. S'prisja thoni ndryshe, në fakt, po. Zotrit, kolegët e Fatmirit, sigurisht që diku i gjenë këto produkte. Në këto farmaci, bujësore gjende. Po, në farmacitë bujësore, ndoshta ose privatisht mund të kenë bërë vetë. Qartë, patjetër. Unë nuk po them që importohen... Sepse sot është një lije lirë, pra njerëzit në Greqi shkojnë, sigur me qenë duke shkuar në shtëpi. Në fakt, siç diskutuam edhe bashkë fillim të emisionit dhe ata që mund ta ndjeken, pyesin pse nuk është ftuar edhe Ministria e Bujqësisë sot apo një institucion tjetër. Në fakt nuk kanë dashur të ftojnë, nuk janë ftuar, me idenë që të gjithë hapësirë të mundshme, aq sa minuta kemi në dispozicion sot, t'ju jap vetëm këtyre. Pra njerëzve që punojnë, mbledhin, grumbullojnë, eksportojnë, përballen me ne, siç do përballet zoti Shero tani që historia e mandarinës dhe agrumeve si vjet ka pasur një sulm ndoshta që s'ka ndodhur asnjëherë më parë. Çfarë ndodhi konkretisht në dhjetor, po them, nga fundi nëntorit ku ishte rasti i parë në Kroaci dhe muaj tjerë deri në mes të dhjetorit. Në fakt ishte fund nëntorit, por në rast doli në mes dhjetorit rasti i Lituanisë. Të falenderoj për ftesën që më keni bërë, që unë të shpreh mendimin tim për këto probleme dhe të bëj edhe i thirrje fermerëve që mos përdorin më gjëra pesticide të ndaluara, se në fund të fundit bara dhe bie mbi ata fermer. Se në qoftë se ne do arrim të na vendosi Europa një blokad për eksportin e mandarinës, atëherë ne duhet i presim. Unë do të nis pak me historinë si zhvilluar mandarina në Konispol, që të dalë në dy drejtime që duhet t'i përmend. Mandarina në Konispol filloi nga vitet 2000 të mbyllet, duke punuar afër zonës së Gumenicës, që është e mbjell totalisht me agrume. Ata morën një eksperiencë, filluan të ktheheshin, të mbyllin ato tokat që kishin përfituar nga 7500 njëshi dhe duke i shtuar prodhimin. Sot që po flasim, për këtë vit ne parashikojmë në zonë të ketë 50.000 ton mandarin. Po duke pasur 50.000 ton mandarin, ne krijuam një treg. E krijuam avash avash. Unë në fillim u futa si fermer, dhe tani jam futur edhe si grumbullus. Edhe eksportues. Unë vetëm eksportoj në Europë. Dhe kam qenë i pari që kam eksportuar në Europë mandarin. Pastaj kanë ardhur tjerët, kanë ardhur... Edhe para Dhimokotës? Po, Dhimokotja ka mësuar nga mua. Që ta dëgjoj zëvendësmin. Po, ta dëgjoj për tregtin. Ndërsa për investimet atje, drejtimin që i ka dhënë zonës, është një merit e Dhimokotës që duhet njëjtur. Dhe atyre fermerve që kanë derdhur djersën gjakun aty. Duke prodhuar 50.000 ton, atëherë ne jemi një konkurrent i madh dhe po bëhemi një konkurrent i madh i Grekut. Ai është afër kufirit dhe ne po i marrim tregtar. Ato dy ngarkesa që janë kapur në Kroaci,
ai tregtar i merrte në Greqi. Janë 4 në Kroaci. 4 në Kroaci, ai i merrte në Greqi. Më para furnizoi nga Greqia. 3 vitet e fundit ka ardhur dhe merr mandarin tek neve. Pra rastin flasin për eksportuesin e Beratit, nga Berati. Eksportuesi i cili është arrestuar para afro një muaj. Eksportuesi Beratit e ka quar mandarinë në Kroaci. Po është lufta për konkurrencë. A kanë qenë me gjithmonë ato, unë bëj një pyetje, të efektuara? Apo mos është një luftë konkurrence me Grekun? Se mendoni se mund ta kenë kroatët me ne për të favorizuar Grekun? E bën vetë Greku. Janë 4 linja. raste në Kroaci. Janë linja që ne duhet të na godasin. Ne Greku nuk na lejon të eksportojmë nga Greqia të jemi tranzit. Tranzit, vetëm për mandarinën. Edhe Dimokotja nuk e ka quar do një makinë. Edhe mua më janë kthyer 4 makina. Nga Greqia, nga Kakavia. Janë kthyer sepse i kanë analizuar dhe kanë nuk janë analizuar asnjë gjë fare, asnjë gjë. I kanë kthyer se ata duan që produktin mos ta marrin në Shqipëri, po ta marrin në Greqi. Atëherë unë mendoj. Ajo ngarkesë që u kthye nga Kroacia, AKU-ja, ai tregtari i Beratit, që më vjen keq, duhet të kishte bërë analiza, që a ishin të vërteta këto të efektuara me pesticide? Ministria e Bujqësisë, dogana, direkt duhet të bënte analizat, lajmëronte. Se më ka ndodhur edhe një rast në Poloni mua, që më dolën dhe ai tregtari këmgulli që ta bënte në një laborator tjetër, dhe dolën të pastra. Tregtari ishte ai blerësi juaj në Po, Poloni. blerësi joni polak. E bëri dhe dolën të pastër. Pra ka edhe konkurrencë midis tregtarëve, edhe konkurrencë nëpërmjet shteteve. Ne jemi bërë konkurrentët më të mëdhenj të Greqisë në Ballkan. Për agrumet. Për agrumet. 50.000 tonë nuk janë pak. Pra ne po i marrim klient në Europë Grekut. Dhe duhet parë. Pra unë nuk e kam të qartë këtë punë. Dhe nuk jam i bindur që ato kanë qenë. Pse se Ka vetëm një problem, më falë si ndërpres. Në 4 ngarkesa në Kroaci, sa ishin të eksportuesit nga Berati? Se ishin 4 ngarkesa. Në 20 ton, ai i zhduku dhe pikërisht për këtë është në burg sot. Nuk është mirë askush tjetër në burg, po rasti konkret është sepse i nxori i futi në tregun ton, pra i konsumuan shqiptarët. Ai është gabim. Pa e ditur se çfarë. Për atë u penalizuar. Shteti shqiptar, unë ja vë faj, shteti shqiptar, që me kthimin e ngarkesës dogana duhet lajmëroj AKU-n. Është lajmëruar AKU-ja? Po, është lajmëruar AKU-ja. A u bën analiza? Po, por është detyrimi subjektit, është detyrimi juaj që të mbani produktin mos ta nxjerrin treg, derisa Jo, nuk diskutohet që ajo është e jona. Përderisa AKU-ja nuk ka dhënë vendim direkt që të merrte produkt, të bënte analizën dhe thoshte zotëri, ti këtë produkt duhet ta groposësh dhe duhet groposur brenda 2 ditëve. Problemi është kur shkoi AKU-ja atje që erdhi njoftimi ishin shit ata. AKU-ja ka detyrim ligjor që mos ta lejoj të dalin nga dogana. Në kthim. Në kthim. Sigurisht. Po, edhe kur importon. Janë inspektorët e pikut. Edhe kur importon, AKU-ja ka detyrim ligjor. Pra, import quhet ai pastaj. Kështu që faji është i atyre. Ndoshta ajo fiks import, por kthim në një produkt që nuk plotson standardet. Kush e ka detyruar fermerin e Konispolit që mund të ketë përdorur pesticidet ndaluara? Ose në qoftë se druzmani, që është përdorur në zonën tonë, nga fermerë të veçantë, është një produkt që është hequr nga qarkullimi, produkt angles, apo jo, zoti? Nuk e di, nga është regjistruar. Po, ati është regjistruar për herë të parë. Ai para 4 vjetëve nuk e dëmtonte shëndetin. Tani na u bë e madhe. Vetëm se nuk mund të ecim me këtë ritëm, sepse edhe klorperifosi deri para 2 vjetëve lejohet. Në 2022-shin mos gaboj. Po lejohet, po tani mund të themi që lejohet atëherë dhe tani pse ndodhi një herë. Pse ndodhi? Nuk ka problem. Aty shpërtheu një sëmundje e madhe në zonë që e cila Dermani bënte vetëm kjo. Këtë vit që kaloi. Po, këtë vit që kaloi. Që ka përdorur. Nga u jetë. Nuk e di. Tani po do flasim pastaj. Shkollaj se po e gjej me telefon. Pra në fermer të veçantë, se ne në zonë, mandarina e Konispolit mund të jenë 2000 makina
që janë eksportuar në Europë. 2000 kamion trajlera. Mos gaboj telefoni juaj? Po. Tjetër, që unë nuk e besoj që ato kanë qenë kontaminuara se Kosova blokoi 10 kamion të nisur nga Konispoli. Dhe u bëri analizat. Analizat rezultuan konform dhe i liroj. Po, e di. Tani, si ndodhi kjo? Shikon, në këto raste që unë përmend, apo ato që janë publikuar, nga rasti ka marron, nuk janë përfaqësuese për thënë gjithë prodhimi është i kontaminuar. Absolutisht. Ka pasur në infermer i pandërgjeshëm. 50.000 ton vitin e kaluar. Po, 5 ngarkesa që janë këtu, 4 Kroacia dhe 1 Hungaria, më falni Lituania, janë sa ton janë? Sikur 20 ton të ketë trailer janë 100 ton. Pra nuk janë... Unë them, e kam të futja e këtyre pesticideve. Këto futen në mënyrë kontraband. Po shteti shqiptar nuk e mbron konsumatorin me atë ligj që ka sot në fuqi për të mbrojtur konsumatorin për ata që tregtojnë këto pesticide të ndaluara. Unë për mendimin tim, shteti shqiptar duhet të rishikojë këtë ligj dhe t'i dënojë më shumë se ata që tregtojnë drogë. Se pikërisht. Se ato pesticide që përdoren në fruta, në perime, helmojnë një mas të gjërë. Nërsa droga pijet për qef. 100 apo 1000 në 1000. Dhe ky dënohet 7 vjetë për një thes kanabis, nërsa ata që janë tregtar të këtyre pesticideve dalin palagur. Po Ferberi, pse nuk thot që ku e morë? Në fakt, ka një problem për këtë pjesë, Zotë Rameta. Fermerët, edhe rasti konkret i zinxhirit, kur është fermeri është ndaluar. Kur është verifikuar pjesa e këtij të zotërisë nga Berati, që s'po kam qef t'ja përmend emrin se s'kam asgjë personale me te, nuk kanë treguar as ku është marrë pesticidi ndaluar, pra klorpirifosin atë periudha, ata madje nuk e kanë shënuar as në regjistrin e tyre librat e fermerit, se sigurisht një produkt i ndaluar nuk mund të shënohet atë. Tashi, këtu nuk e ka fajin tregtari që ne jemi tash, ai e ka marrë jashtë shtetit vetë. Se këtu nuk besoj të ketë në Shqipëri. Produktet të tilla që përmendi zotëria nuk besoj. Nuk besoj të jenë gjendje në Shqipëri. Se s'ka si tjenë. Ata futen kontraband dhe zona jonë, fermer mund të marrin pesticide në Greqi. Unë nuk jem shumë i informuar, por di, dohon nga të dhënë jo të saktë mund të qujmë që Saranda merë të shumtën e produkte nga Greqia. Sepse ndodhen afër, janë thonë se janë më të sigurta? Gjoja për të sigurta? Jo, për janë më të sigurta. Po, tani janë, për nuk lejohen, sepse duhet të tregtosh produkti që ka regjistruar në Ministria e Bujqësisë. Nuk duhet të shkeli më rregullat. Jo, unë jam dakord. Sepse shteti shqiptar mund të kenë pasur të ngelura, po shteti grek kur i nxjerr atje, thot për 6 muaj këto lejohen. Pra i lë një afat kohor që këto të lejohen dhe mbas asaj fillon i grumbullon dhe i paguan firma që e ka tregtuar atë, që e ka prodhuar. Ai ta tregoj. Po. Qofse ai fermeri duhet ta shënojë tek libri. Nuk e lejon shteti grek që në magazinën e tij në farmacinë bujqësore në Gumenic të mbaj pesticide ndaluara. Kush e di sa e ka ligji. Atëherë nga erdhi? Ka ardhur kontraband nga Serbia, nga Turqia, ka plot gjëra. Pra, sistemi do. Jo, se ne nuk e dim. Unë e jap të sigurt. Nëse i dini thoni ju, jap gjithë hapësirën. Jo, po do them hapësia mund të kjo. Ne nuk kemi të dhëna se nga hyn, por dim që futen. Sepse futet do fut ka masivisht për sa kohë del aq shumë në nga Turqia mund të futen me emra ndryshme, tha shumë mirë se vendos një emër tjetër, ku diun. Ka formë sa duash. Mund të më thuash cilat janë masat që duhen bërë? Do ta themi masat që duhen marrë janë bashkë me laureatën besoj na bashkohet mbas reklamave, por para se shkojnë në spotet publicitare, dua të flas edhe unë fakt për një produkt që nuk ka lidhje me pesticidet, por është për njerëzit, dhe është konkretisht Maxigesic. Është një kombinim perfekt i paracetamolit dhe ibuprofenit, të dyja së bashku në një tablet vetme dhe me veprim të 2 fisht e të 2 anshëm.
Maxigesic është ideal për dhimbje që shkaktohen nga gripi, dhimbjet e artritit dhe ato reumatizmale, por edhe për ju të gjitha gratë dhe vajzat, një armik i fortë kundër dhimbjeve menstruale. Një tablet Maxigesic është ideal edhe për dhimbjet e dhëmballëve të kokës dhe ato muskulare. Nuk ka të pamundur me Maxigesic, ndaj ajo është zgjidhja perfekte kundër dhimbjeve. Mos u largoni nga ekrani i Ora News, kthehemi pas pak. A e dini se mbrojtja e konsumatorit është praktika kujdesit për të mos na ofruar mallra dhe shërbime që cënojnë cilësinë e jetës, e të mos jemi pre mashtrimeve tregtare, të institucioneve publike që ofrojnë shërbime që ne i paguajmë, siç janë ujë dhe energjia. Nëse nuk merrni akses në shërbime të mira dhe thelbësore, nëse jeni konsumator vulnerabël dhe të dizavantazhuar, nëse ju cënohet cilësia e jetës, e shëndetit nga produkte e shërbime të parregullta, nëse preken interesat tuaja ekonomike, linja për mbrojtjen e konsumatorëve ju vjen në ndihmë. Telefononi falas në numrin 0800 26 26 dhe stafi qendrës Alert do të trajtojë ankesën apo denuncimin tuaj. Jemi sërish në Alert në këtë pjesë të dytë dhe po flasim për situatën e pesticideve, të përdorimit tyre dhe problematikat kryesisht në ato çfarë rezultojnë në eksport të produkteve shqiptare, made in Albania. Fatkesisht, po të kishte analiza dhe raporte më të mira të analizuar nga institucionet tona për produktet që tregtohen në Shqipëri, situata sigurisht do ishte më ndryshe dhe numri i rasteve, alerteve do të ishte edhe më i madh. Këto janë rezultate vetëm analizash vetëm që vinë nga vendet antarë të Bashkimit Evropian ose aty ku eksportohen produktet shqiptare dhe në fakt që nga mesi i dhjetorit e deri tani çështja e historisë mandarinave e nisur nga kjo në fakt dhe pastaj jemi marrë me shumë produkte, ka qenë temë dite e mediave dhe ky emision është dedikuar sot fakt vetëm eksportuesve, grumbulluesve, importuesve të PMB-ve, sigurisht edhe eksportuesve tregtarëve të Shqipërisë, por që me zoti Laurat Mulli që ende nuk është online, e thash në fillim të emisionit që ka udhëtuar nga Tirana drejt Pejës, ndoshta do ta kemi për pak minuta, siç është ka komunikuar edhe me regjin. Zoti Rameta kishte disa pyetje në fakt nga Shero, që do t'ju jepi përgjigjen pas reklamave. Sigurisht që zoti Qero duhet të kuptoj dhe duhet i thotë atyre shoqatave apo fermerëve, aq sa ai mbulon që në fushën e bujqësisë ka rregulla. Dhe këto rregulla duhet zbatuar. Fermeri duhet ta di shumë qartë që produkti i regjistruar në territorin e Shqipërisë përmban një dokumentacion të rregullt dhe vetëm ai duhet të përdoret. Produkti kontraband, tregtarët e fushës së bujqësisë të Shqipërisë nuk marrin përgjegjësi. Por fermerët kanë edhe një të drejtë të tyre, që të shkojnë tek agronomi, pika e shitjes, ku ai merr produktin dhe t'i kërkojë recetën. Çfarë ai ka përdorur sot dhe çfarë do përdori pas 10 ditësh, sepse Cili agronom t'ia kërkoi fermerit? Agronomi që shet pesticidin, sepse çdo pikë në territorin e Shqipërisë që tregton pesticida, fara dhe plera kimike janë të licencuar. Kanë drejtues teknik. Nuk mund të kontrollojë fermerin, pra ai nuk mund ai jep recetën. Ai Jo, ai se kontrollon, vetëm po e kërkoi fermeri. Po pra. Por ai duhet të marrë pesticidin ose plehun ose farën. Duhet marrë tek pesticidi duhet marrë recetën. Çfarë ka përdorur sot tek agrumet ose tek bimët e tjera, se nuk është këtu që përdoret vetëm tek agrumet dhe që ka rreziku më i madh. Rreziku më i madh është edhe ke perimet e tjera. Patjetër, një pjesë e madhe e tyre janë lakër, karrotë, specat. Ne po ndjekim edhe po themi vetëm për mandarinet apo portokallet, por janë edhe të tjera. Fusha e bujqësisë është shumë e gjerë. Dhe të gjithë produktet janë fungicide, janë insekticide, pra të llojit janë fungicide të cilët janë që përdoren për djegjen e barave. Për djegjen e barave ka shumë lloje pesticidë të regjistruara. Por
Fermeri duhet të këshillohet me patjetër. Po shiko, nuk është vetëm problemi i produkteve të kontrabandës, sigurisht që janë të ndaluara. Ç'është te karenca? Pse kanë kaq vështirë ta zbatojnë? Unë mendoj që është ajo çmimi që mund ndikojë, sepse çmimi do të thotë kështu që nëse po marrim perimet. Unë kërkoj produktin ty ma sill nesër domatën se kam çmim, ndërkohë që domatës tonë si ka kaluar fati i karencës. Dhe ligji jonë ka ndaluar dhe tek disa pesticide që të mos përdoren tek domatja apo tek perimet e tjera i ka cilësuar. Patjetër, flasim për të lejuarat. Shiko, ne duhet ta godasim Ministrinë e Bujqësisë për kur kemi të drejtë. Kur s'kemi të drejtë, s'kemi çfarë. Jo, nuk e kanë qëllim vetvete, po sepse Ministria e të Bujqësisë vërtetat është mirë. ka vendosur një kriter dhe duhen zbatuar. Ato janë me ligje të dënueshme, se si qysh janë, unë nuk i mbaj mend tani, por kontrabandën ato e luftojnë. Shteti e lufton kontrabandën. Ministria jonë? Shteti, edhe ministria. Po, Ministria e Bujqësisë ka përbërës, ka AKU-n i cili kontrollon? Akim, unë jam fermer. Vite kjuve dhe u them, më duhet një pesticid të luftoj blozën. Shumë e saktë. Pra, unë nuk e sjell dot nga jashtë atë pesticidin e ndaluar që të luftoj. E tregtojnë farmaci bujqësore. Po. Për këtë më thëmë me recetën. Ure, recetën që ma jep ti, pesticidin që ma jep ti është i ndaluar. Jo, aty më se merë. Po unë nuk e di, është i ndaluar apo jo, unë jam ignorant. Unë po të them dënëcojë me la, këtë produktët. Fermeri është ignorant. Unë jam ignorant. Ne nuk flasim për ignorantët të dëshirë, se që ose fermeri... Juve duhet të tillë plotë, të lutem. Fermeri nuk ne po shprehemi gabim. Fermeri kur nuk është dhe nuk do të themi ignorant. Jam ignorant për pesticidet. Fermeri është aq i zgjuar dhe aq i praktikuar se ka 30... Jo, se ja vure fajin fermerit. 30 vite fermeri nuk ka faj. Sa vite ka agronomi. Shiko, sa vite që përdojnë agrumët në 10 vjetë. 10 vjetë në demokraci, po përpara. Përpara nuk kam marrë me atë punë. Po vrej, nuk kemi marrë, të shi jemi marrë, duhet zbatojmë rregullat. Për një ri, a i zë shemull Fatmiri, një ri nuk ka para haber, ora unë sot të ndu të emision dhe të dovoj 5 dënym serë. Unë s'kam haber, do mjellë domate, kastravec, ku di unë se shfarë, dhe shkoj në farmaci bujqësore, e them ati farmacisit, qa ti bojën për këtë gjonë? Dhe a i thot, merë këte, e marë, unë ja hedhë, ajo është ndaluar. Kjo është problemi. Farmacistit të përveç karencës, karenca është tjetër histori. Qofse ai shet produktet ndaluara, unë po flas për produktet që janë të regjistruara. Produktet në ndaluara, ai nuk e shkruan në recetë. Sepse s'ka si të shkruaj. Jo, sigurisht. As fermerin libër në regjistra fermerit. Fermeri jon, mase na dëgjon sot në këtë emision, kudo qoftë ai, për çdo lloj bimësh që ka ai, do t'i jepshim një këshill që ai të këshillohet me specialistin. Ti marrit çdo jo specialistit me një dokument. Se duhet t'ja japim këtë këshill fermerit, po nuk duhet t'ja japim atij, zotri, atij që e tregton këtë pesticid. Atij duhet të themi, zotri, mos tregton më pesticide të ndaluara. Ai është agronom. Çfarë do këshillosh atë agronom? Kontrabandisti pesticide të ndaluara dhe jo ato që janë, se më thua për listë. Unë të kuptoj shumë mirë. Pesticidin e ndaluar ne s'kemi çfarë. Çfarë i bën shteti si dhe monitorë shteti, ai që kanë vendosur me shkel ligjin të ta bëjë. I themi sa duash. Se ndalon ti. Ne kemi ca struktura shtetin. I kemi strukturat e shtetit, po ne ligjin për këto raste, të thash, e kemi më të letë dënimin e këtij personi që tregton dhe elmon njerëz në shumicë, se sa një që merret me drogë. Atëherë ati duhet shteti direkt do thotë 10 vjet burg për atë që tregton pesticidet ndaluara dhe kështu ndërpritet. Po janë ligjet më po janë. Po janë ligjet edhe me burg, kontrabandisti dënohet me burg. Kontrabandisti është tjetër. Është hyrë te pjesa e çështjeve fiskale pastaj. Ta duhet ta kenë akoma më tepër. AKU-ja ka kapur njerëz farmacistë të tillë që kanë pasur 200 gram apo 1 kilogram dhe e kanë çuar në gjyq. Pra, aty është e drejta, të shih këtë rast centrale, ka ndodhur kjo. Fatmir, ta bëjmë një pyetje konkrete. Po presupozojmë që të tre ne jemi nga Konispoli dhe ajo kafja e qytetës vogël etj. Ulemi në darkë dhe pi nga e birë se lodhemi sigurisht. Dhe bisedojmë, çfarë ti hedhun mandarinës për këtë, që më duket ka këtë smundje.
Pra, ndodhë që edhe vetë fermerët ta orientojnë njëri tjetrin, qoftë edhe pa dashje gabim. Unë i hodha këte vjetë për shembull dhe bëri efekt. Kjo qëndron. Sot në zonën e Konispolit nuk ke një agronom për mbrojtjen e bimëve. Që tjetë i mirëfill, të ketë një farmaci bujësore, që t'i orientojnë fermerët. Agronomi bashkisë nuk njifet fare, se ku është, që detyra ka. Shërbimet e ekstensiorit Ministrisë Bujqësisë, Fare, nuk ndihen fare. Dhe ndodhë kjo që thoni juve, që qaj hodhe, qaj bëre, si e bëre. Pra, unë kam krijuar një grup që qojtë e Lidl, pra eksportojtë e firma Lidl në Gjermani. E kam krijuar grupin dhe konsultohem me agronomin italian. Për çdo lloj spërkatje që bën ai fermer që bashkëpunon me mua. Dhe ka ndodhur një rast që një fermer kishte bërë një spërkatje dhe erdhi ai për të marrë analiza, se merr analiza paraprake 15 ditë para, se të grumbulloj. Dhe dolën keq. I dolën dy nga ato, i dolën keq. Në çfarë periudhe? Në tetor. Të këtij viti që kaloi. Po, në tetor të këtij viti që kaloi. Edhe mbas akove i thot ai që i Lidl, po, do mbledhim te filani, po dalë se na doli keq, i thashun. Ai jo, ishte karenca. Pra, fermeri duhet ta zbatoj. Atje i vë faju fermerit. Se kur e merr nga agronomi i thot që ky preparat e ka karencën 21 ditë ose një muaj, ti nuk duhet të mbledhësh. Por ndodh ajo që disa fermer për të kapur çmimin bëjnë veprime të tilla, po janë shumë të pakta. Shumë të pakta. Neve si grumbullues nuk mund të bëjmë analiza për të gjithë fermerët, se një analizë sigurisht pa ama e monitoroni ju? Unë këta... Se them ju, nuk them vetëm ju personalisht, po në tërësi, nuk arrim dot. Nuk mund të monitorojmë dot të gjithë. Nuk mund të bëjmë analiza të gjithë, se në një kamion mund të jenë 10 fermer bashkë. 10 fermer me 280 lekë të vjetra, po ose 280 euro. 280.000 vjetra. Po, 280 euro bëjnë për 10 fermer, bëjnë 2.800.000 euro. Mund të ketë edhe më të shtrejta edhe më të tira nga raport me numrin e analizave të pesticideve që kërkoni. Po, mund të jetë edhe më shtrejnë. Po, unë di që këtu është vetëm një. Pra, Ministria e Bujqësisë ka miratuar vetëm një, ka dhe një laboratori. Mund të ishin 10. Po, askush nuk ndalon njerëz me investim në laboratore, po çështja është ka tjerë. Unë të kemi investuar disa milion euro për ta ndërtuar një tillë. Atëherë, unë them përse çmimi në Bari ose në Selanik është 140 euro për këto? Kanë shumë laborator. Po përse ky çmimin e mban kaq shtrenjtë dhe unë nuk arri dot? Tregti është, siç e matit mandarinës kur mashet mua. Po mirë. Për vitri. Atëherë Ministria e Bujqësisë duhet të subvencionojë fermerin për analizën, që ai të mbaj përgjegjësi, ose të më subvencionoj mua për të gjitha analizat që bëj. Ne si eksportues s'kemi asnjë. TVSH na e hoqën. Kur greku atë jashtë jep TV, jemi i vetmi vend në botë që nuk marrim TVSH. Po, në fakt, jemi i vetmi vend në botë. Taksa 10% mbi PMB, plerat kimike etj. Pra, ajo ndikon. Pra ne na jemi zhveshur komplet nga ndihma. Edhe ai thot eksportuam, thot Ministria e Bujqësisë, 1 miliard lekë. Jo, zotri, nuk i ke eksportuar ti. I kanë eksportuar të gjitha eksportues që marrin përsipër, që të grumbullojmë të gjitha produktet bujqësore dhe t'i nisim jashtë. Nuk na zë gjumi deri sa të na bëjnë analiza. Me qenë se flisni vetëm për jashtë, pra, ju jeni eksportues, grumbullues dhe eksportues. Dhe sigurisht kemi mirakun edhe të produktit shqiptar, edhe të njollës kuqe që të vën ai të vendosa i shteti BE-s apo edhe gjithë BE-ja kur del rezulton disa herë me probleme, dhe kujdesini për gjithë zinxhirin, gjatë gjithë zinxhirit për produktin tuaj. Po sa kujdesini për produktin që na servirni ne këtu? Se tani kjo ka i tjetër histori, se ju ndoshta personalisht nuk shpërndani fare në tregun tonë. Jo, unë për vete nuk shpërndaj në tregun tonë, por se nuk besoj se tregoti gjithë ky kujdes, qoftë në... Jo, nuk është më pak kërkesa, se unë i shikoj... Se mua më dhe më shumë për ne qytetarë, në thonë drejtën se për 10 biznese apo për disa qytetarë dojë. Atëherë Ministria e Bujqësisë duhet
që të na subvencionoj neve si grumbullus ose fermerin, që thot zotri 280 euro për hektar i ke për këtë problem, për analizat, që të kenë një siguri ushqimore. Pra atë që e bën Lidli vet, që vjen bën analizat, duhet ta bëj çdo fermer dhe të më sjelli mua. Unë vitin që vjen, nuk do marr asnjë mandarin pa i bërë analizat vet dhe do t'i ndaj me fermerin. Kjo është e gjitha. E diti që bujësia nuk është e kontrolluar? Sigurisht nuk është. Totalisht. Aq më tepër kur është kaq e parcelizuar, kaq e standard. Le të jetë ashtu, po kontrolli i shtetit mbi fermer nuk është. Është komplet jashtë çdo lloj norme. Asnjë lloj. Vjen tregtari, e merr mallin, nuk pret faturën, nikën. Pse? Pse s'kemi mandarina shqiptare tani në treg? Kemi nga Portugalia, nga Italia, Shiko, kjo nga është Greqia. orientimi i gabim i Sa zonës. grume, po them, s'po them thjesht mandarina. Orientimi i gabim i zonës. Pra, duke parë njëri tjetrin, kanë mbjell mandarin, Klementin 63 quhet. Dhe ajo ka një periudhë 2 mujore. 2 muaj e gjysmë. Dhe pastaj nuk rron as në dhoma frigoriferike? Jo, nuk rron. Ne kemi tani fermerët e rinj që po mbjellin, kërkojnë të zgjerojnë prodhimin, varietetin, të ndryshojnë nga Klementin 63, të bëjnë një mandarin tjetër që piqet në prill. Pra, Italia e ka bërë, nuk ka pasur orientim nga Ministria e Bujqësisë. Qartë. Dhe kjo është problem. Kjo është problemi i madh. Në periudhë speci mbjellin gjithë speca, asnjë tjetër nuk dhe ngelen. Dhe unë të gjithëve që bëjmë muhabet si shtetin në për kafeneu, them, mbjellni këtë mandarin. Keni gabuar që në fillim. Është 230-a, 260 Keni gabuar që në fillim, sepse ka në çdo stin ka mandarin. Po. Do shumë shtret, po ta krahasosh. Atëherë, ne duhet të orientohemi drejt një mandarinë tjetër, siç ka bërë Italia. Ti ke hektar tjerë për të mbjell? Shiko, unë kam tërmend të mbjell, jo unë, çunat e mi. Mirë, dakord, si familje, si biznes. Si biznes, them se do mbjell, do mbjell të. Unë nuk kam mbjell mandarin totalisht. A ke çunat të prirur drejt rregullit? Drejt korrektësisë në punë, në raport me ne si konsumatorë, jo me shtetin, se ç'bën me shtetin është histori tjetër. Unë që kam ardhur sot këtu, duhet të bëj një apel, kam ardhur vetëm për apel për fermerët, që mos të përdorin, ju lutem, mos përdorni pesticide, se do mbaroni punën tuaj, do mbaroni trashëgimin. Por çështja është ku han fëmijët e tyre, se nuk është vetëm çështja e parave një sezoni. Unë që kam mbjell, dua që nipi im mos të më mallkoj pse vajta investova atje dhe nuk investova një vend tjetër. Mirë, me fëmijët kam në dakord. Jo, por ku ushqehen, se çështja është fëmijët e mi atje në ato produkte. Atje ushqehen. Tuaj, po këta fermerët abuzive. Fermeri ndonjëherë është i ngushtë dhe nuk e mendon aq gjatë. Akim, ju jeni edhe agronom, mos gaboj, në profesion, por përveç çështja e kontrabandës, çështja e karencës, për një produkt që mund ta ketë 21 ditë karencë, ku diun, po themi edhe një muaj, edhe 40 ditë. Po ti largohemi pak agrume, si duket sikur e kemi sulmin vetëm me ato, absolutisht. Janë bimët e tjera. Unë diskutoj me ty sepse nga gjithë kjo sera juaj e prodhuesve e eksportuesve nuk kam të tjerë aktualisht. Domethënë Laurati akoma nuk ka hyrë në Skype, një zonjë tjetër fort të nderuar, edhe asaj ju krya një pamundësi ashtu për qenë, megjithëse kishte konfirmuar, dhe do ta bëj diskutimin me ju tani se s'kam çfarë bëj. Por a ka dhe nga këta fermerë që ndoshta për të rritur prodhimin, ndoshta për ta përshpejtuar, përdorin dyfishin e dozës lejuar dhe me gjithë zbatimin e afatit karencës, prapë në produkt ndalin mbetje mbi normat, se gjithmonë mbetje ka që të jemi të qartë, të sinqertë. Që fermerët jenë të qartë dhe gjithë publiku të jetë i qartë, çdo pesticid, e thamë dhe herë dhe po e përsërisim, ka të dhënat teknike të përdorimit. Ka dhe fermerë që i shtojnë dozën. Prandaj duhet agronomi dhe duhet receta se përcakton dozën. Çfarë ndodh me atë që theti kur e ka 21 ditë? Me që ai do të përdori një produkt i cili do të krijojë pjekje të menjëhershme, ai e vjel brenda ditëve. Por
llogarit ai duhet t'i boj në kohën, mos të boj atë produkt në kohën kur i vjen pjekje pas 20 ditër. Pra të llogarisi ditë më shumë. Pra ta spërkasi më përpara. Pra qoftë dhe mandarinën. Ta spërkasi 5 ditë më përpara. Para karencës. Pra e more një produkt, e zem kontrabande, përdori, i tham gjithë ata emrat aty, dhe po na vjen keq, do të thonë që ndodh një veprim të tillë, se s'duhet ndodhin faktikisht, por një farë llogarie po të këshillohet me agronomin, ai e bën këtë punë, edhe thotë tek agronomi, sa ka kishte ditë, sa do qitë pikë agronomi, do edhe 15 ditë. Atëherë mos e bëj, duhet ta kishte bërë më pak më përpara, që ti të luftosh insekticidin, sepse insekti nuk luftohet në momentin që ai ka marrë komplet bimën. Luftohet më përpara, prandaj çdo gjë ka një grafik spërkatje. Qoftë portokallët, qoftë mandarinët, çdo lloj bime që ekziston, pra në fushën e bujqësisë ka rregullat e veta për të përdorur pesticidin. Thënia agronomëve e mbështes, agronom ka plot, se ti the në Sarand nuk ka agronom. Unë mendoj që ka. Dhe sot ka në gjithë Shqipërinë agronom. Pra vetëm ne si shoqat janë 400 agronom. Shiko, ka diçka. Agronomit duhet t'i paguash. Agronomit duhet t'i paguash, se nuk ai shet produktin, s'ka nevojë të paguaj fermeri. Nuk flasim për nuk shet produktin, ai është tregtar, pastaj nuk është thjesht agronom. Fatmiri tha që ne kemi agronom italian. Ai ka kontaktu Lidl-i, se aq herë ja kemi përmend emrin sonte, sa po të ishin me tregtinë, me biznes në Shqipëri Lidl-i, janë 1.000 euro, 2.000 do të kishte vajt fatura deri tani, e reklamës. Jo, sepse po i bëjmë reklamë për mirë, jo për reklam. Ai na ka bërë, ti e ke paguar atë. Po, ai na ka bërë një reklam të madhe neve. Se ardhja e tij këtu, që merr edhe fruta perime, ka filluar merr edhe perime në lushje, është një risi e madhe për vendin. Jo, patjetër. Kjo tregon dhe standardin e prodhimit tonë. Po, standardi i prodhimit ne po e rrisim. Dhe ai ka standarde dhe ne po nuk plotësojmë standardet, nuk mund të eksportojmë tek ai. Ai është risi për bujqësinë shqiptare. Zotë Fatmir, unë do të thoja që agronom ka dhe të ri po dalin përsëri universiteti po prodhon. Megjithatë ka mungesa, por e mbështes fort tek fermerët që duhet pyetet agronomi. Me patjetër. Për çdo lloj bime, jo vetëm për tek agronomi. Po, vetëm do t'ju themi diçka fermerëve. Se nëse më pyet një herë mua Fatmiri si agronom, i herë këshilloj falas, po të dytën jo. Jo, më dëshes produktin. Por, jo. Ai që shet produktin është tjetër gjë. Ai është farmacist. Ai edhe mund ta jap tjetër për tjetër. Por fermerët tanë, sidomos të vegjël, janë disi të ngushtë dhe nuk bashkohen 2, 3, 5 dhe të kontraktoj një agronom që ta kenë drejtuesin teknik tyre dhe ligjërisht do ta kenë. Dhe t'ju marrë regjistrat e fermerit, t'ju rekomandoj PMB-t për çdo stin, për çdo problematik, për çdo frut apo perim. Dhe t'i vend t'i japin pagese, po t'i japin pagese. Ka parcelat duke. Pikërisht pa parcelat vogla, po 5 fermer nga 500.000 lekë vjetra, se po e bëjmë kështu tani bisedë kafje, janë 2,5 milionë lekë. Paguan sigurimet e veta agronomi, ngelen 2 milion, po 2 milion lekë të vjetra pak, sot nuk janë pak në Shqipëri. Të mbash 5 sera, po themi. Këto që kanë parcelat mëdha, kjo mund të bëhet. Këta mëdha normalisht në qoftë se s'duan shkatrojnë biznesin e vet, ta do ta mbajnë, po flas edhe për këta të vegjël që prishin tregun. Unë nuk bëj asnjë gjë te parcellat e mia. Pa pyet agronom. Pa pyet agronomin, dhe pyes 2-3 herë, i them sa hidhet te kjo? Kaq, sa ka karencën e pyes. Sot kemi agronom të vjetër dhe janë të zot. Ato të këshillojnë aq bukur dhe aq mirë. Sa që ne the edhe pak më parë, që ne edhe fëmijët i kemi bërë agronom, sepse kemi ndjek këtë lloj fushe. Dhe bëhet mirë, dhe bëhet mirë se ka nevojë bujqësia. Ai shumë ka nevojë. Nuk është problem ato të listës. Nuk janë asnjë problem. Ato e kanë karencën, nuk del sa të vej në Lituani një javë kamioni ka kaluar karencën. Jo, se nuk e thoni që vinë kontrabandë edhe nga Kosova, edhe nga Maqedonia, ndoshta edhe nga Greqia patjetër. Po e themi hedhim si dyshim, se ne po ta kishim sigurt i kishim pushkatuar. Do shkojmë në reklama e kthehemi pas pak studio për pjesën e tretë. Fiks. Ndjeni të mashtruar gjatë blerjeve fizike apo online nga subjektet private që nuk ju ofrojnë shërbime apo produkte sipas kontratës, apo nga praktika tregtare të padrejta ose edhe agresive.
nga kompanitë e telefonisë, të internetit, nga bankat apo mikrofinancat. Keni gjetur produkte të skaduara, të tjera që nuk janë konform, si produkte ushqimore, jo ushqimore, kozmetike, higjienike të tjerë. Apo jeni cënuar nga teknologjia, mashtrimet kibernetike, ose po përballeni me parregullsi nga kompanitë ajrore, paketa turistike, transporti publik e gjithçka që cënon të drejtat tuaja si konsumator. Linja për mbrojtje në konsumatorëve do t'ju vinë në ndihmë. Telefononi falas në numrin 0800 26 26 dhe qendra alert do të trajtojë ankesën apo denoncimin tuaj. Jemi në alert në pjesën e tretë dhe të fundit të këtij programi dhe na është bashkuar në Skype Laurat Molliqi, është kryetari i shoqatës së eksportuesve të fruta perimeve, është nga Shqipëria e Veriut, flet nga Peja konkretisht. Laurat, përshëndetje. Përshëndetje, Ganin. E ke bë rrugën Tiranë-Prishtinë, Pej, më falë, si dikur Hasan Prishtina me Kali, se unë Tiranë-Prishtinë e bëj për 2 ore 3 qereka, 2 ore 20 minuta, ti e ke bo nga Miloti, deri në Penja 3 ore ca më duket. Prishtina është me afër, kështu që është me thjesht pak, kështu që po nga zona jo nga Peja kënej është pak më komplikuar. Nga jo hyrja ku ndahet rruga për në Pej e deri në qytet, domethënë në Prishtinë e tmerrshme është, shkohet më mirë në Pej, shumë kollaj. Laurat, si që kemi biseduar, në fakt, unë e kam anonquar që në fillim që ti do jesh në program për te vonesës edhe arsyeve tua, ne po flasim për ju në mëkatarët në thojzat të pesticideve, grumbullues, eksportues produktesh, fruta perime. Unë kam në studio edhe zotin Agim Rameta, që është kryetar i bordit të AFAD-ës, dhe Fatmir Sheron, që është nga Agrokonispoli, eksportues agrumesh. Ju jeni përveç kryetari shoqatës edhe eksportues fruta perimesh, me qendër në Berat, në fakt, mos gaboj, aty janë magazinat tuaja kryesore, po them, edhe zyrat, sigurisht. Por në gjitha alertet që ka në rast, fatkesisht nuk kemi shumë analiza nga produktet që tregtohen në Shqipëri, pra frutat dhe perimet. Perimet zën vendin kryesor. Agrumet ishte kjo alarmi i dhjetorit edhe pak i janarit, por përgjithsisht e zonë perimet, speci, karota, lakra, luleshtrydhet her pas here e tjera. Pse ndodh kjo? Çfarë e prish zinxhirin e sigurisë ushqimore në këto produkte? Shiko, fillimisht po flasi si njëri ndër pronarët e kompanisë Tomatoal, pastaj do flasë edhe si kryetari i shoqatës eksportuese. E para është se ne si kompani private kemi bërë shumë tentativa për ta ndryshuar këtë gjë, për t'i orientuar fermerët, për t'i drejtuar në, po themi, në drejtimin e duhur të këtyre problemeve që janë shfaqur vazhdimisht jo vetëm tek agrumet, por edhe tek perimet, qysh nga viti 2014 që jemi në tregut evropian, kemi hasur këtu probleme. Faktikisht, po të flasësh nga aspekti i ilaçeve që importohen në Shqipëri, deri me tani po bëjnë 2 vite që është rregulluar shumë kjo çështje, sepse asnjë produkt nuk futet pa regjistruar ose pa kontroll. Ka pastaj rrugë që futen ilegalisht në vendin ton duke futur ilegal me taksi, duke ikur vetë me makinë, duke marrë produkte që nuk lejohen, por që është minjanuar jashtëzakonisht shumë kjo pjesë. Problemi kryesor, po themi, ose zinxhiri kryesor i këtyre problematika, më shumë të them unë që është shteti, sepse shteti duhet kishte marrë masa më herët me këtu kontrollat tani që po bëhen vazhdimisht, analizat që po bëhen dhe faktikisht edhe gjobat që po bëhen, por që unë e them që është drejt përmirësimit dhe është drejt rregullimit, po flas në krahasim me vitet paraprake që ka qenë dhe është dukshëm me përmirësueshme. Kompanitë kanë shumë probleme, jashtëzakonisht shumë probleme në vendet ku po eksportojnë, sepse përpos që produkti del me mbetje, nuk është që fermeri po dëmtohet në këtë mes po dëmtohet eksportuesi, sepse çdo produkt që del
ku do të jetë në Europë apo në Ballkan, se fundi dhe në Serbi, çdo produkt duhet ta zgjesohet. Dhe automatikisht në këtë mes preket shumë eksportuesi. Ne si kompani për fat mirë deri tani nuk kemi pas eksperjenca të tilla, kemi pas probleme të vogla. Kjo është shkak se ne po trajtojmë ose po i trajnojmë fermerët në mënyrë maksimale për këtë dukuri. Faktikisht është për ta cekur sepse mos orientimi ose mos njohuria e fermerëve se si ta trajtojnë produktit, kjo është pjesa kryesore e dëmeve që po na shkaktohen. Duke parë që produktet janë të lejushme, produktet duhet vetëm të respektohet pjesa e karencës, pjesa e afatit spërkatjes, kur nga momenti që spërkatet ruhet afati i vjeljes. Ne si kompani kemi marrë masa shumë këtë drejtim, kemi orientuar fermerët me agronom ton, po ju japim këshilla se si të rregullohet. Dhe kemi dukshëm përmirësim nga viti i kaluar, themi që nga 50% që kemi pasur dëme, është minjanuar deri në 10% që janë gjana shumë vogla. Po, a ka një, përveç gjithë tyre që tha, në fakt, a ka një kontroll edhe nga ana juaj të shtuar ndaj fermerëve? Gjë që du ta bojnë gjithë grumbulluesit dhe eksportuesit e para, dhe e dyta, përveç çështjeve të eksportit, ne si do na mbroni këtu, në kuptimin ti e grumbullues, mas e shet edhe në tregun shqiptar, ose fermerët që tregtojnë në tregjet e Lushnjës apo vende tjera, domethënë, a duhet të orientohen edhe këta disise? Dakor, ti e bën jo për konsumatorin e vendit ku çon, e bën për biznesin tonë, është krejt normale, e logjikshme dhe e lishme. Vlen ceket kjo pjesa jo formalizimit tregut, që këtu shkaktar prap kryesor është shteti, me mos barazimin e të veshes që po e rrafin vazhdimisht, po e potencojmë në çdo takim që marrim me zyrtarët shtetëror, që mos formalizimi i tregit është jashtëzakonisht kaotik me situatën që kemi. Duke bler asnjë tregtar, ne aktualisht ne po tentojmë të futemi tregjet e brenda vendit, po thuja është e pamundur, sepse automatikisht nga blerja deri në shitje është mesi 20% që neve na dëmton jashtëzakonisht shumë për të hyrë në tregjet e vendit. Kjo e favorizon shumë importin, jashtëzakonisht shumë e favorizon importin, sepse duke pa legjislacionin shqiptar, neve po na bën të pa konkurruash në tregin shqiptar. Ne si kompani prapë potencoj se në produktet që po shesim jashtë vendit, kemi tregjet kryesore, domethënë tregjet që nuk tolerojnë thuja zero mbetjen e produktit. Çdo produkt që ik nga Shqipëria, nga momenti i ngarkimit, nëse jo në ngarkim, në zhgarkim ka mu bo analiza dhe ka mu bo, si me thonë, rikontrolla e çdo produktit, nga problemet e fundit që na ka ndodhur. Deri tani nuk kemi pasur probleme, ose ato probleme që i kemi pasur i kemi ndaluar pa ikur në eksport. Por, të kthena te pyetja jote, si shte për produktin ose konsumatorin e vendit, çfarë duhet bërë, si duhet bërë. Këtu, nëse nuk ndërhyn shteti, është e pamundur që ne të i ofrojmë konsumatorit vendit një produkt sigurt ose një produkt kontrolluar. Po operohet kaotik në tregun e vendit, ne shikojmë që tregtarët vinë blejnë Lushnjë, marrin produktin, po flas tani për Tiranën, po në gjitha vendet ndodh, e plasojnë treg dhe çdo gjë është informale, asnjë gjë nuk është formale. Ke tezga që shesin, nuk ka një faturë, nuk ka një, po themi, një cikël të kontrollit se ku është marrë produkti, nga cili fermer është marrë, nga cili nipt është marrë, sepse s'ka formalizim tregit. Automatikisht ti nuk ke asnjë kontroll, bilës po flasim kështu, çdo produkt që po themi në thojza nuk është i sigurt, plasohet tregun e vendit, ose në Kosovë ose në vendet ballkanike ku nuk ka kontroll të madh. Laurat, si i analizoni produktet tuaja, pra këto që grumbulloni para se ti eksportoni? Çfarë bëni për çdo kambion? Faktikisht se shumë pyetje me vend, faleminderit për këtë pyetje sepse do ta përmendja edhe më herët, por që një ndër problemet kryesore është që edhe ne nuk kemi një laborator të akredituar që ne mund bëjmë analiza të vazhdueshme. Pavarësisht kostos lor që ka një analizë për ta bërë, ne laborator të akredituar është një në Shqipëri. Përveç rastit kur për eksport që i bën edhe ISUV në mos gaboj analizat. Jo, nuk nifet. Analizat e ISUV-it nuk nifen fare në vendin evropian. Po ashtu se s'po përmendin emra për shkak të
edhe laboratori që njihet i akredituar në Shqipëri, në vendet europiane nuk e njohin si produkt ose po themi si analizë të vlefshme. Po, njihet në tregun e Serbisë, nuk e di, po ta marr shembull në rastin e fundit, ne po aplikojmë për certifikimet, certifikimi i fundit është SMETA, është një certifikim europian që sfundi po kërkohet, dhe na kanë kërkuar gjithë analizat e produkteve dhe ne i kemi bërë tek X laborator që po themi është akredituar, e kemi nisur për verifikim, sepse për ciklin e certifikimit duhet edhe analiza dhe nuk është njohur nga po themi nga institucioni përkatësuar. Sepse ajo është akredituar. Shikoj, është akredituar, por nuk i ka të akreditimin e plot. Ja, po ta shikosh tek faqja zyrtare. Jo, varet nga analiza që kërkon, se mund të ketë 600 apo 900 pesticide, s'ka 100 të tjera, është tjetër histori. Si pas institucionit që po na certifikon, thotë që nuk është akreditimi plot, dhe nuk jam brëndësi se si akreditohet një laborator, them drejtën, dhe nuk di të flas më shumë për atë pjesë. Por që nuk njihet, jemi detyruar që analizën të bëjmë në Itali. Dhe jashtë kosto marramen, se po themi që për të bërë një gamë produkte që aktualisht janë dikun të 18 produkte, kosto ka shku dikun të 4.000 euro vetëm për këtë produkte. Qartë. Laurat, sigurisht nuk dua të të mbaj shumë gjatë, për që ja thonë edhe pak fjalë më pas të ftuar, megjithëse e morën kohën e vetë. Tani, në muajin janar, në mos gaboj, Serbia i ka sjell një letër Ministrisë tonë të bujqësisë, ku i thotë që për 3 muaj, tetor, nëntor, dhjetor, nga eksportet nga Shqipëria, kanë rezultuar 30 ngarkesa me pesticide mbi normat e lejuara, mes tyre disa raste të ndaluara. Dhe nga janari apo shkurti, kur ka shkuar letra se nuk e di mirë, e në vazhdim, çdo ngarkesë nga Shqipëria do të ndalohet në kufi, do të analizohet dhe do të rri aty e bllokuar deri në ndalje të rezultatit të analizës. Gjë që mund të zgjasë edhe 5 ditë edhe 3 ditë, edhe si ta gjykojnë autoritetet serbe. I bëj këtë pyetje për të treguar që, për të pyetur më saktë, jo për të treguar ose për të hedhur dyshimet e mia që mund të ketë edhe luftë tregtare, sepse nëse domatja jote do rri 5 ditë në kamion në kufi, sigurisht nuk bën më për treg, mund të shkoj vetëm për salcë ose për të bërë gjell pastaj me te. A mund të ketë edhe rasti, po ta kthehemi prapë te historia e mandarinave në Kroaci, 4 raste për një muaj dhe një Lituani, po kryesisht Kroacia. A mund të ketë probleme edhe tregtare, luftë tregtare për penguar eksportet shqiptare dhe pastaj këto, pra në kuadër kësaj lufte rezultojnë me mbetje, po themi mbi normat ose me pesticidet të ndaluara? Jemi realist, probleme ka. Problemet janë, por po themi janë probleme të zgjidhshme. Nuk ka asnjë problem pa zgjidhshme. Sepse janë futur shumë produkte biologjike të cilat luftojnë çdo lloj smundje me karencë tult ose po themi pa mbetje fare. Ne jemi duke i zbatuar këtu aktualisht si kompani, jemi duke i shtyer fermert sa më shumë për ta bërë këtë gjë. Çfarë po bëjmë ne faktikisht? Produktet cilat i kërkon tregu europian, po themi, më thojza po e potencioj Lidl ose Hofer që ne i kemi një kontrata afatgjate me ta, dhe po e vlerësojmë produktin me lartë vetëm për ta sjellë fermerit pastër. Në këtë rast, po i sugjerojmë se po japim produkte cilat duhet mu përdor për mos me pas mbetje ose po themi të jenë produkte biologjike që po rezultojnë pozitive. Kemi bërë analiza, mbi 200 analiza në kompani rezultojnë aktualisht bëra nga janari deri tani. Dhe çdo produkt që kemi hasur ose çdo mbetje që na ka dalë X produkt, ne kemi eliminuar fare dhe kemi zëvendësuar me një produkt biologjik dhe janë eliminuar jashtëzakonisht problemet. Siç po e bëjmë ne si kompani, po të bëjnë gjithë kompanitë, unë them që do rezultoj pozitivisht dhe do shkoj drejt rregullimit ose drejt përmirësimit të situatës. Tani, po kthehen atë pyetja e Serbisë ose Kroacisë. Faktikisht, larg qoftë, nuk e di tani pjesën politike se si është, por që larg qoftë, sikur Serbia apo dhe Kroacia të na bëjnë një embargo ose po them një bllokim të produkteve për plasimin në treg, ne do kemi jashtëzakonisht probleme, sepse tregu kryesor për prodhimet shqiptare është Serbia, Kroacia, Kosova, Malizi.
pastaj vinë tregjet europiane. Dhe kjo do ishte po themi një kaos i vërtet, po të ndodh kjo. Ishte dyshimi ime, hipotezë ishte imja, jo fakt. Shiko, hipotezë është, por që nuk përjashtohet që mund ndodhi një afat shkurt kjo gjë, nëse vazhdohet me problemet, sepse po të themi edhe këtë gjë, se ka kompani eksportuese në Shqipëri që ka një, po shprehna kështu, po se edhe ne vetë kemi filluar, ka një kazolle, dhe në atë kazolle vetëm grumbullon, nëse unë nuk ja pranoj produktin që është me mbetje, ai pa probleme merr atë produkt dhe e shet në treg, dhe ky është komplet prishja e sinxhirit, sepse s'ka kontroll nga ana shtetërore, nuk ka kontroll të magazines, nuk kontrollohen certifikimet, dhe janë shumë probleme tjera që na shkaktojnë edhe neve që mundohemi ta kemi produktin e saktë në po themi në ciklin e punës. E kuptoj. Laurat, a ka produkt shqiptar sot domate apo kastraves në treg? Në ara, në sera që po prodhohet? Po patjetër, shiko Shqipëria po arrin ciklin që të ketë prodhimin gjatë gjithë vitit. Unë i shoh tregjet me domate turke, domate spanjolle, kastravec këtej, bishtaja nga andej, dhe unë nuk shoh produkt shqiptar në tregje. Granit, kjo është problemi që ta potencova më herët. Ne si kompani... Jo pa qëllimi u pyes, prandaj. Jo, është pyetje vërtet, pyetje me vend, sepse ne si kompani kemi kërkesa nga gjithë rrjetet e marketit që janë në Shqipëri. Duke filluar nga Big Market, nga Spar, nga Konat, nga gjithë... Mos përmend emra se do të vi fatura shumë e madhe në fund të emisionit, sinqerisht. Okej, po e përmend aspektin që se nuk kemi tregje. Tomato alta lejova se nuk ka ndonjë problem, se nuk shet këtu. Okej, dhe po kthehen atë ajo pyetja sepse nuk arrim dot të dëpërtojmë në tregjet që të jetë një produkt i kontrolluar, po themi që nesër pas nesër ndodhi një problem, të dim ku të shkojmë trokasin e cilën der, sepse nuk ka formalizim tregit, çdo gjë është jo formal. Edhe kjo për shkak të shtetit, se shteti ka fajin kryesor këtu. Po të ketë formalizim tregit, po të jetë TVSH-ja barazuar, po themi, çdo gjë të jetë sipas normave që edhe ne mos gjejmë forma për ta shitur produktin në rrjetet e mira, po themi të mirëfillta, ose edhe në tezga, sepse edhe në tezga po të kërkohet po t'jetë fatura e barabartë, nuk besoj që asnjë tregtar, edhe qoftë ai që shet në rrugë, do e marr produktin pa faturë, sepse nuk do ketë nevojë me pse ta marrë pa faturë. Qartë, patjetër, e merr me faturë, ndiqet gjurmëshmëria, ato kanë ato arkat atë një QR kod apo një shenjë dalluese nga e cila firmë është prodhuar. E shumë e thjeshtë në moment që ti ke një nip fermeri dhe ti po ma shet mu produktin, unë atë nip fermeri do ta bëj, do ta fus te gjurmëshmëria që do ja shes tregtari. Qartë. Në gjithë historinë e produkteve që rezultojnë me probleme në BE, kush dëmtohet më shumë në sektorin tuaj, eksportuesi apo tregtari, apo prodhuesi, m'falni? Sepse, dakord, ju ja blini ati tregtari, prodhuesi, m'falni produktin, por a e kërcenonin thojza me mos blerje herën tjetër, ose me detyrim të kthimit parave mbrapsht, kur produkti ti rezulton me probleme? Për t'i bindur deri diku, për t'i vënë në shina, 100% ka, do me thonë, dëm, po flas eksportuesi. Prodhuesi nuk do t'ja di absolut moment që ty ta sjell produktin, pavarësisht që ne kemi vënë rregulluar në kompani që një fermer që neve na gjenjen, ose po themi ka problem, sepse ne e dim, për secilin fermer që ka problem, automatikisht magazin nuk i lejohet me që të sjell produktin për vazhdim, ose në rast që përmirësohet, na arsyeton pjesën e përmirësimit, vazhdojmë blejmë produkte, por që 100% dëm është eksportuesi. Dhe ne po themi jemi se ne po quhemi me emra më të keq, një farforme e theti me herët dhe titullin e emisionit që ja ke vendosur, po quhemi, por që realisht ne jemi heronjtë e prodhuesve në këtë rast, sepse një eksportues ose një nga eksportues ta frenoj apo ta lëri fare si eksport, unë them se do jetë shumë problematik për gjithë këtë prodhim, sepse edhe prodhimi vazhdimisht është në rritje, është masa të mëdha janë në rritje, por që edhe përmirësime ka, t'jemi fakt kështu që edhe përmirësime ka jashtëzakonisht shumë. Pra nuk jeni mëkatar, do të thoni ju. Siç ka një situatë paktën që nga historia e agrumeve.
Shiko, mekatarë ne nuk mund të shumë, ndoshta për që ne nuk kemi mekatarë, sepse ne prodhim, do më thonë, mrenda vendit realisht nuk shesin fare. Mekatarë këtë rast futen fermert, ata që kesh përdoren ose cilët janë, po themi, abuzus në ilacet apo produktet cilat përdorin. Edhe potencial për gjë tjetër, sepse edhe nga mosdia ka shumë raste që ne kemi hasur. Mos them mbi 50%, sepse fermeri nuk është i informuar, se ne shkojmë i thajmë që fermerit pse e ke përdor këtë produkt, po ja ma ka jep farmacia bujqësore. Pikërisht, ajo që e përmendën në fakt edhe në pjesët kur nuk ishit ju. Po edhe pyetja e fundit për ju, Laurat, nëse nuk keti diçka tjetër për shtuar. Në ato kafet e vogla të Samaticës, në Samatic janë magazinat tuaja, mos gaboj. Samatic, Drnovic, komplet zona këtyre fshatra, Suku. Po jo, në ato kafet e vogla të fshatrave, a diskutojnë fermerët me njëri tjetrin, e pyeta edhe zotin Shero, në fakt, për pjesën e Konispoli, që çfarë ti hedh bimës, ka këtë smundje, kam dëgjuar që kjo i bën mirë, etj. Pra, konsultojnë me njëri tjetrin, edhe pse nuk kanë formimin, shkollën etj. Se eksperiencën për punuajnë në bujqësi sigurisht mund ta kenë. Dhe kjo pastaj e prish edhe zinxhirin e sigurisë, dhe jam në minutat e fundit. Patjetër që po, është një faktikisht që s'mund t'i ikin, por që duke marrë masa, sidomos ke uja kove të fundit, duke bërë kontrolla tashpëra, besa dhe duke arrestuar, po të themi që ka një vedisim se që gjithë janë të ajo pjesë, okej, ka rezultuar pozitivisht, por sepse me herët nuk është diskutuar fare për pjesën e mbetjes, është diskutuar si ta mbroj bimin, si ta rregulloj, por që me këto rastet e fundit në masë është vedisuar fermeri dhe prap pyete, ka futur mendja atë pjesën se okej, nëse e përdor do lëri mbetje ose sa e ka karencën e vjeljes dhe bën pyetje të tilla, sepse më herët nuk është përdorur as nuk është fare, nuk është diskutuar si temë mes fermerëve, si në lokale, si në kafe apo ku diun në rrugë. Qartë. Dhe në fakt, ajo çfarë është risi e javëve të fundit ose muajt të fundit është që Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes Bimëve ka marrë tagrin, pra drejtën ligjore për të hyrë në fermë dhe për gjobitur kur ka probleme. Deri tani nuk e ka pasur, AKU-ja nuk hynte sepse nuk ishte sektori i tij, e institucionit, dhe tashmë AKVMB-ja ka drejtën e gjobës dhe kanë filluar me gjoba diku te 500.000 lekë vjetra, në mos gaboj. Kështu është, Laurat? Është faktikisht po, kanë bërë ca ndryshime në këtë pjesë, sepse edhe më herën se edhe ne kur se AKU-ja vinte tek eksportuesi, merrte analizat e produktit. Po, nuk shkonte në serë, në nuk shkonte në fermë, dhe unë në këtë rast nuk kam, e para nuk kam një laborator, po themi shtetëror, që ka një kost të tullt, që unë ta kontrolloj produktin para se ta fus. Dhe unë automatikisht dal nga përgjegjësia ime, do marr përgjegjësi patjetër nëse kam dëm në eksport, por që unë nuk mund të marr përgjegjësi derisa fermeri e sjellë te unë kam një dokument që ai ka ardhur te unë dhe normalisht AKU-ja ose çdo lloj institucioni duhet të iki tek prodhuesi, sepse unë e tregtoj atë produkt, nuk e prodhoj atë produkt dhe unë se ndaloj dot. Sa i vjen tek unë, nëse unë nuk e marr produktin, do iki te një eksportues tjetër dhe kështu është prapa aty do ngelet produkti. Qartë. Laurat, falenderoj shumë për kohën. Granit, faleminderit për temën, faktikisht jemi harruar fare nga gazetar për tema të tilla. Dhe shpresoj që të vazhdosh me pjesën, po themi, realitetin se çka ndodh në fshat. Modestisht jam përpjekur dhe ndaj në fakt e kam thonë edhe kur nuk ishit në program ju, që nuk isha asnjë institucion të ftuar sot me idenë që të dëgjoni vetëm ju. Vetëm ju të cilët jeni shënjestruar gjatë gjithë kohës, pra jo ju si laureat, po si sektor. Mjaft i rëndësishme me afro 20% të GDP-s së Shqipërisë. Faleminderit shumë. Faktikisht GDP-s, por edhe një pjesë të madhe jemi lënë faktikisht shumë anash nga çdo si nga ministria, si nga çdo gjë jemi lënë shumë anash, por mund të them që një 50% e popullit ushet me këtë punë dhe po vazhdon, po rritet, po bëhet një trend jashtëzakonisht i madh. Shikoj edhe rinia që është fokusuar jashtëzakonisht shumë si në prodhim dhe si në tregtim. Jeni gjithmonë të mirëpritur në Alert. Falenderoj shumë për kohën. Shumë faleminderit juve. Ishte Laurat Mulliqi, kryetari i shoqatës së eksportuesve të fruta dhe perimeve të Shqipërisë. Jemi në maksimumi nga 30 sekonda të ju jap me mik për ta mbyllur. Në formë dërgjegjësimi për ju, po për sektorin tuaj. Duhet të prekim një diçka pa ashtu. Një fermer nga Konispoli më dërgon
atë pesticid që shitet në farmacit bujqësore, që ka përqindje të lartë të asaj. Nuk di nëse është regjistruar. Flor Perifosi? Po. Mund të ma qosh në WhatsApp? Ju e keni numrin tim. Ta qoj unë. Ja qova edhe... Jo, ma qosh se unë mund të qoj edhe, mund të nxjerë edhe në kamera. Jo, të shikojmë nëse është në listën e... Po që Flor Perifosi Po, nuk është në listë. me këtë... Supermetrinën, njësë bashkë. Mund të ma qosh në WhatsApp? Flor Perifosi dhe Supermetrinë. Po, nuk e adresën të sikur që ka prodhuar. Po s'ka problem, e gjejmë pastaj, do ta mbyllim me 30 sekonda kohë, në formë të përgjegjësimi për sektorin tënd, për importuesët dhe tregtarët e PMB-ve. Së pari duhet i falenderoj të gjithë antarët e shoqatës, të gjithë fermerët, të gjithë agronomët që janë në territorin e Shqipërisë, të kontribuojnë sa më shumë në lidhje për sa folëm, sepse është në të vërtet bëhet një punë mrekullueshme nëse ne do ndërgjegjësohemi, do të shprehemi, të themi të vërtetën gjithmonë, të ndihmojmë fermerin ton, sepse nëpërmjet atij ne jemi sot në këtë fushë. Para se ta jap fjalën, do ma çosh foton ta publikoj? Po ta qoj. Sepse me gjithë jam në... Po te kaloj kohën. Nuk e di kush e ka. Për mua nuk ka s'pak rëndësi kush e ka, e marron përgjegjësinë. Se ai do të çojë edhe adresën prodhuesit. Na çon prapa ai, e marron përgjegjësinë. Qofse është i lejuar, nuk ka si problem, nuk i ndodh asgjë importuesit apo atij që e tregton. Qofse është i ndaluar, unë po përpiqem ta publikoj në kamera sa po të mundet operatori që nga përballë. Në qofse ai është me përqindje të lartë klor polifosi dhe e ka karencën më të madhe, duhet ndaluar urgjentisht. Atëherë ne përkthimi në Shqip mund të jetë regjistruar. Në qofse është ai, më thonë që është kryesori që është përdorur në zonë për të luftuar atëro të lloj sëmundje. Nuk e di të sa të jetë mundur, ne po e fokusojmë, unë do t'ja çoj edhe autoriteteve, në fakt, autoritetet kombëtare të ushqimit me patjetër dhe Ministrisë së Bujqësisë. Dhe sigurisht ky gjendet në farmacitë bujqësore të Konispolit, të asaj zone, domethënë, ose ndoshta edhe vende tjera. Përkthimi që në Shqip, më besoj do të jetë regjistruar. Po, unë në radhë parë të falenderoj që më dhe mundësinë që ne si grumbullues dhe eksportues nuk kemi thirrur në asnjë panel të tillë, po ashtu nuk thirremi si grupe interesi të gjitha ato që bën Ministria e Bujqësisë për bujqësinë. Ne duhet të jemi grup interesi. Pra, sot bujqësia ndodhet në një kaotizëm të plot. Atë që tha edhe Lerti. Çdo gjë ishte informale. Në qoftë se bujqësia nuk u subvencionua për njësi prodhimi, këtu do vej poshtë edhe në poshtë. Tjetër, kam një thirrje për gjithë fermerët, se thash, të bëj një apel, mos i përdorni ato që janë të ndaluara. Para 3 vjetëve, unë së bashku me 10 çuna që duan të rrinë në Konispol, duan të investojnë, duan të ecin, bëm një luftë të madhe për të rritur çmimin, për të mbajtur një çmim real, çmim tregu. U bëj thirrje që të gjithë atyre farmacive bujqësore që tregtojnë pesticidet ndaluara do jenë armiku numër 1 i joni dhe ne do t'i denoncojmë në çdo çast për çdo tregtim të mbetjeve të ndaluara. Fatmir, të falenderoj shumë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit Rameta. Ky është fundi i Alert për ditën e sotme. Do të shihemi bashkë të premten e ardhshme në 21. Mos harroni ritransmetimi nesër në orën 13:30. Deri atëherë, mirupafshim. A e dini se mbrojtja e konsumatorit është praktika kujdesit për të mos na ofruar mallra dhe shërbime që cënojnë cilësinë e jetës, e të mos jemi pre mashtrimeve tregtare, të institucioneve publike që ofrojnë shërbime që ne i paguajmë, siç janë ujë dhe energjia. Nëse nuk merrni akses në shërbime të mira dhe thelbësore, nëse jeni konsumator vulnerabël dhe të dizavantazhuar,
Nëse ju cënohet cilësia e jetës, e shëndetit nga produkte e shërbime të parregullta, nëse preken interesat tuaja ekonomike, linja për mbrojtjen e konsumatorëve ju vjen në ndihmë. Telefononi falas në numrin 0800 26 26 dhe stafi qendrës Alert do të trajtojë ankesën apo denuncimin tuaj.